aktet e dhunës njerëzore të ushtruara këto ditë ndaj protestuesve paqësor janë dëshmi e plot e ftyrës kriminale të këtij regjimi diktatorial. Duke dënuar ato me forcën më të madhe, u bëj thirrje të gjithë anëtarëve dhe mbështetësve të Partisë Demokratike, të gjithë qytetarëve, të bashkohen dhe të mbështesin këtë protestë. Është koha që çdo qytetar shqiptar të jap kontributin e tij për shpëtimin e vendit. Kërkesat e protestës rinore qytetare janë kërkesa të çdo qytetari të ndershëm shqiptar. Janë kërkesa në mbrojtje të interesave jetike të shqiptarëve, interesat kërcënuara në mënyrë fatale nga organizata kriminale dhe qeverisë shqiptare dhe kreu i saj Edi Rama, që plaçkisin çdo orë, çdo ditë, çdo javë, çdo muaj. Edi Rama nuk ka të ardhme. Është i plagosur për vdekje politikisht. Ndaj dhe duhet t'i japim shtysen përfundimtare.